këtë bombë bërthamore, Irani teston një bombë bërthamore, pra fuqia amerikane, hegemonia amerikane bie poshtë. Nuk ekziston më. Po, balancimi fort fuqishëm. Dhe në aspektin global, Kina vulos rënien e hegemonisë. Po për Rusinë. Rusia vulos duke qenë se tashmë kemi një fuqi të re bërthamore, duke qenë se kemi një aks që po bëhet pra aksi tjetër që është Saudi-Turqi, atëre Rusia vulos përfundimisht nevojën e një arkitekture të re sigurie, të cilën ka prej vitit 2019 që e përsërit shpeshherë Putini. Pra gjithë këto veprime shkojnë në interesin e Rusisë, Kinës, Pakistanit, diktaturave të tjera dhe në interes të kundërt. Do ishte dështimi i madh të paktën për objektivat e shpallura të pikërisht prandaj ka ndodhur kjo. Sepse janë gjithkohës thonë që Irani nuk do ketë kurrë një bombë bërthamore. Dhe tashmë këtu jemi në një pikë që tashmë Trumpit i mbeten dy opsione. Pra, ose të mundohet të vazhdoj këto bisedime dhe në vazhdimin e këtyre bisedimeve me këto pretendime të qetësoj situatën, pra vetvetiu situata qetësohet të mos ketë më, dhe në një mënyrë të mbaj nën kontroll Izraelin. Izraelit nuk i intereson, pra Izraelit intereson totalisht një përplasje. Pasi Izraelit dëshiron me të vërtetë që ta shohë e ka Irani të kapacitet apo nuk e ka këtë Irani kapacitet. Sepse këtu bëhet laf për atë që kemi folur shkallën e përshkallëzimit. Pra aktualisht shkallën e përshkallëzimit në dorë kanë izraelitët, sepse për momentin dihet që Izraeli ka armë bërthamore. Po Irani nuk dihet që ka armë bërthamore. Pra pavarësisht këtij mesazhi, për momentin nuk e di kush, derisa në momentin që ta bësh testimin. Në momentin që ti e bën testimin, atëherë shkalla e përshkallëzimit bie. Pasi askush nuk e ka më në kontroll shkallën e përshkallëzimit, sepse fundi i shkallës së përshkallëzimit është goditja bërthamore. Dhe duke qenë se edhe kundërshtari ka armë bërthamore, atëherë në këtë moment shkalla balancohet dhe bëhet e pavlefshme. Dhe atëherë mbetemi vetëm te zgjidhja e konfliktit në armë konvencionale dhe në mënyrë konvencionale. Për këtë arsye, edhe kërcënimi iranian i jep të kuptojë atë që, për që thash më parë që zgjidhja do të jetë konvencionale dhe në terren, pra ta heqim të shkallën e përshkallëzimit. E qartë. Sepse kjo dëmton gjitha. Por si erdhëm deri këtu? Pra, erdhëm dhe hym në momentin se duhet parë dhe momentin që hym. Momentin që hym në një negociat midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit. Po ku erdhi kjo negociat? Kjo negociat erdhi, nëse mani mend, pas rrëzimit të avionit F-15 dhe humbjes së një seri avionëve të tjera të forcave speciale po. Dhe me një erdhi negocimi. Avioni F-15 urrëzua me raketë kineze. Pra, raketa që urrëzoi është raketë Krahu, Tok-Air, ato që quhen Manpads, pra raketat Krahu, Tok-Air, që e ndjekin me rrezë infrakuqe, që ndjekin avionin me rrezë infrakuqe pasive, pra vetëm ndjekin nga Krahu kështu drejta. Regjia duhet ta kemi foto. Raketë Krahu e kanë distancën 5 kilometra, shkojnë deri në lartësinë 4 kilometra. Është me fjalë nuk është përdorur. Ja, kjo është, apo jo drejta? Një është lloj i tillë, pra kjo është kineze. Kjo është kineze, është kjo kineze është QV-18, kurse iranianët kanë kopjuar këtë QV-18 dhe kanë bërë një tyre quhen Mizgah treshi. Pra është kopje më që-18-s, po është prodhim iranian. Dhe këto F-15 kanë rrëzuar kështu. Po, F-15 kanë rrëzuar këto, pasi iranianët kanë marrë një radar nga Kina, e kanë marrë vjet, është VLC 8 që bëja, 9 që bën e ka Rusia, 8 që bëja kanë këta, 8 që bëja është një radar i cili ka distancën 500 deri 700 km dhe funksionon në mënyrë pasive me valë të shkurtra dhe me valë të ulta, pra UHF të ulta, dhe me valë të shkurtra dhe me këto anë të këtyre valëve arrin të kapi edhe avionët stealth. E qartë. Sepse lëshon shumë pak valë radarsh, pra ka shumë të vogla valë, ka valë të vogla dhe valë të shkurtra. Pra nuk përdor valë as të mesme as të gjata, thjesht valë të shkurtra. Dhe arrin t'i kapi, pra identifikon radarin dhe në moment që ja kalon të dhënën ku ndodhet avioni ose diku tjetër, mund të përdorësh këtë raketën, por këtë mund ta përdorësh edhe kur e shef me sy avionin, duke qenë se avionët kanë fluturuar ulët. Pra është parë me sy dhe është goditur, dhe është lëshuar distanca 5 km F-15. Dhe në rast se mbani mend pra, aktualisht kemi hyrë në Iran, bisedimet midis Amerikës, pse Shtetet Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë këto bisedime me Iranin dhe po shohim që Trumpi herë kërcen ashtu, herë kërcen kështu. Aktualisht bisedimet midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit janë në atë që quhet kriza e pengjeve.
Në rast se dikush nga historia, në 1979 deri 81 ka qenë kriza e pengjeve në Iran, kur morën peng punonjësit e ambasadës amerikane në Iran. Edhe tashmë, jemi sërish në krizën e pengjeve. Në momentin që ndodhi armpushimi, disa ditë më mbrapa vendos për të bërë bisedime dhe bisedimet u zhvendosen në Pakistan. Vendosen në Pakistan. Irani çoi në Pakistan 2 avion, plot e për plot, me figura të rëndësishme politike të vetat, edhe me specialistë. Kush garancia, pra ku e kishte Irani garancinë që këta avion në një moment të caktuar, ose në vajtje ose në ardhje, nuk do të sulmoheshin ose nuk do të rrëzoheshin nga Shteti Bashkuar të Amerikës ose nga Izraeli. Garancia është te pengjet. Dhe ku janë pengjet? Pengjet janë te rrëzimi i avionit F-15 dhe të avionët e tjerë dhe forcat speciale amerikane që shkuan për të ndihmuar për të nxjerrë pilotin që pra koloneli i cili drejtonte gjithë këtë operacion atje, ishte piloti i dytë në avionin F-15. Po, e kemi diskutuar. Dhe aktualisht unë mendoj që Irani ka zënë pengje edhe këtë kolonelin, edhe antarët forcave speciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në ato operacion. Deri më sot nuk është bërë publik në asnjë moment emri i kolonelit. Që u shpëtua dhe amerikanët do e nxjerrin me të madhe, do bënin me të madhe. Pra do me thënë që derisa s'është bërë publik, derisa mbahet sekret, derisa nuk nxirret fare. Dhe derisa iranianët lëvizin në mënyrë kaq të lirshme. Pra do me thënë që ata kanë pengje. Dhe pengjet japin atyre garancinë për lëvizshmërinë e figurave të tyre politike dhe publike. Lart e poshtë, herë në Pakistan, herë në Kinë, herë në Rusi, herë ande herë këtej. Pra kemi hyrë në një krizë pengjesh. Kjo nuk do të thotë që në një moment të caktuar Shteti Bashkuar të Amerikës ta sulmojnë Iranin. Pra sërish me goditje konvencionale. Kjo nuk i cënon pengjet. Por nuk do të kemi sulme ndaj figurave të veçanta politike më këtej tutje. Për shkak të këtyre pengjeve, sepse në një moment të caktuar jo se Irani do vrasi pengjet, por Irani mund t'i bëj publik këta pengje. Dhe në një ditë të bukur të nxjerrin në televizionin shtetëror. Dhe në momentin që i nxjerr këta pengje, sado qofshin ata 1, 2, 3 pra. Atëherë këtu fuqia amerikane është dështim dhe është fund totalisht. Dhe i jep fund karrierës politike e thyen menjëherë në mes Trumpin. E qartë. Sepse vim në të njëjtën krizë që kishim në 79-ën, pra në krizën e pengjeve. Pavarësisht se për mua jemi në krizën e pengjeve dhe për këtë arsye Trumpi po mundohet të lozi, të negociojë, të merret vesh, pra një ditë thotë ta sulmoj, ditën tjetër thotë jo. Sepse është ky zbulimi që mund ndodhi. Dhe këtu aktualisht jemi në 2 drejtime, pra Trumpi ka tjetër qëllim, Netanyahu ka tjetër qëllim. Netanyahu i intereson konflikti sepse nëpërmjet konfliktit Netanyahu zgjeron territorin e Izraelit. Po. Në rastin që ndërpritet konflikti, nuk e zgjeron dot territorin e Izraelit, se nuk ka asnjë arsye për të çuar ushtrinë izraelite për të marrë territore në Liban, për të marrë Gazan, për të marrë bregun perëndimor. Në momentin që vazhdon konflikti, atëherë ai justifikon vajtjen, ka 36 vjet justifikon vajtjen në hapjen e Izraelit, pra bërjen e Izraelit madh. Ka 36 vjet që lufton për këtë. Në vitin 1990, me 25 maj të vitit 1990, u mbajt mbledhja OKB-s në Gjenevë. Nuk u mbajt në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po u mbajt në Gjenevë për arsye se në atë ishte ftuar të fliste Yasser Arafati. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk i dhanë në atë kohë vizë Yasser Arafatit për të hyrë në Amerikë të fliste në OKB. Dhe atëherë u zhvendos se qendër tjetër e OKB-s është në Gjenevë. Dhe u zhvendos në Gjenevë dhe Yasser Arafati mori pjesë atje. Dhe Yasser Arafati doli me një monedhë. Ajo është një monedhë qindarshe, 10 qindarshe, quhet Agora, monedhë izraelite. Dhe izraelitët në atë monedhën e tyre të vitit 1990, në njërin anë ishte pra numri 10, kurse në krahun tjetër ishte harta e madhe, harta e Izraelit të madh. Dhe te monedhë. Po. Dhe Yasser Arafati e nxori këtë monedhë sapo ishte printuar nga qeveria izraelite. Dhe ishte hedhur në përdorim. E tha që këtë do ta bëjnë. Dhe atëherë Yasser Arafatin e konsideruan disa e morën për të çmendur, disa u tallën, disa konsideruan se kjo është një teori konspirative, ndërkohë që Izraeli është duke bërë këtë. Dhe gjithë të duke bërë mbi atë që shkruhet mbi, unë do ta quaj ajet, sepse ajeti është ajo që është shkruar në Bibël, pra te libri i tyre të Gjeneza, që është libri i tyre ku thotë që Zoti i dha Abrahamit, pra Ibrahimit, po,
I thot, pra tekstualisht ka të shkruar, unë ta lexoj se është nga ajo thot në nivel pasardhësve të tu, unë ju dhash këtë tokë nga brigjet e lumit në Egjipt deri te lumi i madh, lumi i Eufratit. Pra pasardhëves të tu. Dhe kemi gjë, dhe mbi këtë janë bazuar sot të gjithë ta zionistët dhe thonë që duhet të bëjmë Izraelin e madh nga Nili në Eufrat. Por ama ky ajet biblik thot pasardhësve të tu, i thot Ibrahimit. Ibrahimi kishte dy pasardhës. Ismaelin dhe Isakun. Nga Isaku rrjedhin fiset hebreje, kurse nga Ismaeli rrjedhin arabët. Dhe të dyja janë aktualisht atje nga Nili deri në Eufrat. E qartë. Pra, ajo çfarë pretendojnë vetëm zionistët sot, që thonë që na përket neve, nuk ju përket atyre, sepse të dy janë pasardhës të Ibrahimit dhe të Abrahamit. E qartë. Dhe në këtë moment, çdo kush që kundërshtonte nuk po bën antisemitizëm, sepse edhe arabët nuk mund të jenë antisemitistë. Janë vetë semit. Janë semit. Po. Pra nuk qëndron antisemitizmi, që ata thonë. Dritan, kjo puna e testatës bërthamore ka padur komentator, madje unë në studio e kam diskutuar që një nga arsyet që e detyruan një armëpushim të sforcuar në atë kohë, përveç asaj që kemi diskutuar, ka qenë edhe fakti që është zbuluar fakti që Irani posedon një testat bërthamore. Pra, një nga arsyet që e mban edhe konfliktin tashmë pezull. Kjo nuk ka të bëjë kjo. Konflikti në aspektin konvencional mund të vazhdoj. Pra dhe palët e mbajnë pra shkalla e përshkallëzimit në momentin që ti ke një armë bërthamore dhe edhe armiku jot, pra kundërshtari jot ka një armë bërthamore, kjo do thotë që shkalla e përshkallëzimit në këtë moment bëhet 0. Pra mbetemi vetëm te lufta konvencionale. Dhe lufta konvencionale mund të vazhdoj. Armëpushimi nuk ka të bëjë me luftën konvencionale, nuk ka të bëjë me çështjen e armëve bërthamore që palët kanë në këtë moment. Armëpushimi në këtë moment ka të bëjë me aspektin që unë ty të kam kapur diçka të vlefshme dhe ajo çfarë është e vlefshme është ky koloneli i cili drejton dhe gjithë të operacion ushtarak dhe që mund të ketë mbetur peng i iranianëve dhe është një nga komandantët kryesor të drejtimit operacional të gjithë luftës në Iran, i cili kishte ardhur dhe drejtonte vetë edhe operacionin e forcave speciale për këtu. Pra, kjo është ajo çfarë ty të pengon dhe të jep nevojën e armëpushimit dhe ti qëndron një armëpushimi. Kurse arma bërthamore, sepse palët nuk shkuan drejt armës bërthamore. Ishte në nivelet e konvencionales, dhe në nivelet e konvencionales ti mund ta vazhdosh në çdo kohë. Jemi në këtë lloj komunikimi, po. Pikërisht, pra, vetëm pengu e mban në nivelet e konvencionales. Pa peng atë shkalla për shkallëzimit, duke mos pasur njëra palë armë bërthamore, i mbetet objekt vetëm njërës palë. Po në momentin që ka, pra këtu shkalla për shkallëzimit është 0, sepse asnjëra palë nuk do të shkojë atje. E qartë, çfarë do ndodh tani me tërheqjen e Netanyahu, le të themi? Shko, nuk kemi tërheqjet Netanyahu. Jo, në raport me ato që deklaron Trumpi. Deklaratës së Trumpit, se Trumpi bëri një deklaratë, edhe ajo është e mashtruese. Pra Trumpi deklaroi. E kemi atyre që ishte përpara. Trumpi deklaroi që i kërkova Netanyahut që të mos çojë trupa në Beirut. Në asnjë moment Netanyahu as ka deklaruar, as ka kërkuar dhe as tenton të çojë trupa në Beirut, sepse nga jugu i Libanit deri në Beirut, që Beiruti është lart në veri, nuk mund të mbërrin trupat. Netanyahu ka kërcënuar bombardim dhe jo çorje trupa. E lagjes Dahie dhe të Beirutit. Pra ka kërcënuar bombardim dhe jo çorje trupa. Një telefonat shumë produktive me Bibi Netanyahun, edhe pse thonë që ka qenë tensionuar sipas aksios. Dhe nuk do ketë trupa që shkojnë në Beirut dhe çdo trup. Pra nuk bëhet llaf për trupa. Janë kthyer. S'ka pasur asnjëherë çështje trupash. Gjithnjë ka qenë çështje bombardimi dhe jo çështje trupash. Pra, dhe në këtë moment që ti thua Netanyahu jo trupa, Netanyahu nuk ka angazhuar në një trupa dhe thotë okay, në rregull, për Netanyahu është në rregull, s'ka trupa. Por ama bombardimi mbetet opsion. Izraeli nuk do t'i sulmojë ata dhe ata nuk do t'i sulmojnë Izraelin. Shohim sa do të qëndrojë kjo thotë. Po, por kjo është vetëm një pjesë e asaj, sepse iranianët kanë kërkuar ndalim dhe tërheqje. Ndërsa kjo që ofron Trumpi është vetëm ndalim i luftimeve, po jo tërheqje. Pra do të thënë që izraelitët të mbesin aktualisht në pozicionet që kanë, që janë deri te lumi Litani, pra dhe kjo do thotë zgjerim i kufive të Izraelit dhe ky zgjerim i kufive të Izraelit i konvenon Netanyahut. Absolutisht i konvenon, sepse Netanyahu këtë, pse i konvenon dhe Netanyahu në këto momente nuk ka nevojë të paktën deri në tetor, deri me datë 27 tetor të këtij viti kur do të bëhen zgjedhjet në Izrael, sepse kemi zgjedhjet në Izrael me datë 27 tetor, pra maksimumi fati fundi i bërën e zgjedhjeve është 27 tetor.
Dje parlamenti izraelit është mbledhur dhe ka kaluar në votim të parën me 106 vota pro, totalisht pra asnjë kundër, 106 shpërbërjen e parlamentit. Tash duhen edhe 2 votime tjera, të cilat do të bëhen brenda kësaj jave dhe shkojmë në zgjedhjet para kohë, direkt në zgjedhje. Në fund tetorit, maksimumi i datës është 27 tetor, po mendoj që do jetë më përpara. Dhe normalisht që ndërprirja e këtyre tashmë, Izraeli dhe Netanyahu e paraqet këtë si zgjerim të territorit të Izraelit. Çfarë do lloj luftimi, i cili do të detyronte forcat izraelite të tërhiqeshin nga ky territor që kanë pushtuar në Liban, do t'i sillte atij një dështim politik, sepse kundërshtarët do ja përdorin që shiko, ti s'po e mban dot territorin, pra ti s'ke marrë territor. Ndërsa ndërprerja e luftës, ajo që thotë, ndërprerja e luftës aktualisht dhe ti e mban territorin, ti nesër në zgjedhje shkon me këtë fitore dhe thua shiko, unë e zgjerova Izraelin. Se ky është zgjerimi i Izraelit. Pra, 2 persona i kanë hapur luftë Iranit me qëllime të ndryshme. Trumpi ka hapur luftë, Netanyahu ka hapur luftë Iranit me zgjerim, me qëllimin e tij për të dobësuar Iranin dhe për të zgjeruar Izraelin, sepse pengesa e vetme në këtë moment është Irani për zgjerimin e Izraelit madh, kurse Trumpi ka hapur luftë Iranit për arsye se është mashtruar nga izraelitët, të cilët i kanë thënë që ti do të mbetesh në histori si personi që është bërë Persin, si personi që është bërë Iranin, që askush tjetër s'e ka bërë këtë. E qartë. Pra, njëri ka hyrë për ego personale, të vetëm të zhbëris, po edhe tjetri për në realitet të dy janë për një ego personale. Por ama kjo e Netanyahut, kjo është një ego që vazhdon që 36 vite dhe që nuk e ka vetëm Netanyahu, e ka gjithë shoqëria izraelite. Pra është një ego e një shoqërie, është një shoqëri të tërë e kthyer në nazifashiste. Një shoqëri naziste, në zionisto-naziste, e cila kërkon të zgjerojë këtë në kurriz të gjakut të vet. Sepse siç e thash, edhe arabët janë njëti gjak me izraelitët, pra pavarësisht luftës fetare, pavarësisht se ka koncept të luftës fetare, rrjedhin nga njëjti trung. Nga Isaku dhe Ismaili. Rrjedhin nga Isaku dhe Ismaili që janë bijtë e Abrahamit ose të Ibrahimit. Pra, në aspektin ta janë kushëri me njëri tjetrin, janë njëti gjak. Dritan, ndërkohë këto regjia janë foto të rikuperimit shpejt që po bëjnë edhe këto iranianët i kanë rikuperuar tashmë sipas një raporti të fundit të CIA-s i kanë rikuperuar 98% të gjitha kapaciteteve të tyre të gjitha dhe. Por çfarë tregon? Ka një gjë interesante se ajo çfarë kanë bërë. Ky rikuperimi. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë përdorur për të sulmuar këto hyrje. Këto çfarë janë, Dritan? Këto janë hyrjet e tuneleve nëntoksore. Nga dalin raketat. Nga dalin shtratet tani që lëshojnë raketa. Pra këtu kemi një qytet nëntoksor i cili ka 1, 2, 3, 4, 5 dalje. Po. Që duken, që dihen. Mund të ketë edhe ndonjë 5 tjera që s'dihen. Më poshtë, sepse askush nuk e di se sa i gjatë, sa i gjerë është qyteti brenda poshtë tokës. Dhe qyteti s'është godit fare, Dritan? Qytetet nuk janë goditur fare, për arsye se qytetet janë diku rreth 500 metra në tokë, pra nuk ka asnjë armë, asnjë bombë sot, asnjë raketë sot. Jo Shtetet Bashkuara të Amerikës, po asnjë vend tjetër i botës, pra as Rusia, as Kina që të mund të godasi në 500 metra thellësi. Nuk ekziston. S'ekziston. Domethënë godijet kanë qenë vetëm këto dalje tonë në mënyrë që të mos dalin dhe ti ta bllokosh. Këto lëshuesit e raketave hipersonike. Dhe tashmë, po shikoni pra. Shtetet Bashkuara të Amerikës ka përdorur gjithë teknologjinë e saj dhe raketat shtrenjta. Thjesht për të rrëzuar këtë masivin shkëmbor ose dhe Irani i ka hapur këto me një buldozer. Pra për çdo kështu është përdorur buldozeri. Thjesht me buldozer janë hapur dhe këto janë tjera. Buldozer dhe këto janë tjera. Kurse harxhimet janë bërë për ta mbyllur këtë, po me atë GBU masive dhe katastrofike. Dhe kanë sjell dëm ekonomike, ushtarake, kanë sjell probleme politike, kanë boshatisur magazinat e Amerikës që me një buldozer janë hapur. Me një buldozer për 30 ditë e lexova. I ka hapur sërish 98% kapaciteteve. Pra aktualisht Irani është 98% kapaciteteve të tij. Ku mund dalin shtratet dyshuese më pas që na e bëri regjia këtë që na nxorri se do doja shumë tani të fokusohemi pak tek